Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me plagosjen e një 24 vjeçari një ditë më parë në zonën e Bathores në kryeqytet. Policia e Tiranës bën me dije se pas hetimeve të kryera, mësohet se i riu ka pasur një konflikt me një bashkëmoshatarin e tij. Sipas informacioneve, mësohet se autori i dyshuar i ka shitur makinën të plagosurit, por nuk kishte bërë aktin e shitjes. Doaldo Bajrami i kishte kërkuar disa herë që të shkojnë tek noterja për të bërë kalimin e pronësisë së mjetit në emrin e tij tek Elvis Visha. Ky i fundit e kishte shmangur këtë gjë pasi njihet si përdorues i lëndëve narkotike dhe kishte frikë se mos bënte ndonjë aksident dhe nuk donte që makinën e bler ta kishte në pronësi të tij. Visha i kishte thënë Bajramit se makinën e ka shitur tek një person tjetër, por autori i dyshuar e kishte parë duke qarkulluar me makinë dhe pastaj në banesën e tij mori çiften dhe e qelloi duke e plagosur të riun në krah. 24 vjeçari është vënë në prangat e policisë për veprën penale, vrasje me dashje, e mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Ndërkohë policia vijon punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje.